Edhe 5 e minuta. mbyllim për sot. Dhe, opa, Fleja, supa me si me perime dhe magji. pul. Po tani çfarë do bëjmë? Ja, tek perimet, se mua më pëlqen që vazhdimisht të jem. Si mund të mbajmë perimet dhe kavanoz. Po, kemi sjellë dhe janë shumë variante të zgjatjes së kohës së perimeve të ndryshme. Kemi sjellë specat, kemi sjellë frutat, se si mund t'i ruajmë për një kohë më të gjatë. Tani një tjetër variant, si do t'i fermentojmë apo jo? Pa tjetër. Të zëmë si turshi. E shpallim të hapur periudhën që fillojmë dhe eksperimentojmë me shijet në kombinimet të ndryshme të tyre, të perimeve. I lë pak sa të më zbuten. Po, zbuten në ujë të vluar. Kam vendosur vetëm bishtajat. Një zbutje, shtoj, piper, krip, dafin, të gjitha me radhë. Krip, dafim, piper. Të gjitha me radhë. Masën e uthullës. Brokolin në boqe. Kemi shumë kujdes. Si që tash, larja me sod ose me krip është gjëja me e mirë, sepse... Edhe i ruan gjyllën dhe i pastrona i pa patjetër. pastërtit. Shpresojmë dhe pesticidet apo elementet e tjerë që ushtohen, dhe ndërkohë, një Vendos. panoramim. Op, të gjitha. Vërari që brokoli nuk e kalove tek Jo. ujë nxehtë. 25 djeks. Edhe specat nuk i kam kaluar. Le të marr një trip... Opa. Pra te tenxherja, nëse e shohim nga sipër, te tenxherja në ujë të nxehtë kemi shtuar perimet si thjesht i barbunjat, zbuta. karotat, kungulleshkat, krip, Një sekond. piper, dafin, uthull, Bishtajat e pa që unë i kalova, sepse dhe bishtajat janë... Në rregull këtu. Karotën. Masën e dafinës. Kam dhe një bishtaj tjetër këtu. Dale. Edhe tani pra janë ngjeshur mirë të gjitha perimet. Na i mori gjithë kavanozi, menduam se ishte i vogël, por mori gjithë ato perime. Do të shtoj, së është e nxehtë. Derisa të mbulohen të gjitha perimet deri në krye. Edhe e nxehtë goxha. Ja ku bë dhe ruajtja e perimeve, pra perimet të konservuara, edhe një përmbledhje do t'ju tani këtu. tregojmë. Vendos, Edhe majdanozin, Majdanozin. kujdesu i nxehtë. dhe dafina këtu, Një puthitje mirë e kapakut. Okej. Duke qenë se është e nxehtë dhe pak nga vujt e ujit të nxehtë, kapaku puthitet në mënyrë hermetike dhe perime do të qëndrojnë për sa ditë para se të ne të vendosim për t'i hapur dhe t'i shijojmë. po një javë, Një javë duan. patjetër, sepse Okej. dihet që perimet do të jenë pak... Në dollap, ë? Edhe pak kërc tjetë perimja. Ja, kjo ishte një formë, një mënyrë tjetër e ruajtjes së perimeve, perimet të konservuara, perimet të ndryshme, të gjitha llojet në fakt. Ja, ma e 5 sekundë këtu. Edhe mashurkat, edhe brokolin, edhe karotën, edhe ja lista e perimeve që ne përzgjodhëm. Merrni ca thelpinj hudhër, spec djegës, uthull, ujë, kopra piperi të zi dhe gjethe dafine, pjesa e marinimit të këtij kavanozi me perime të ndryshme të konservuara.
Mirë, edhe një procesi do të ndiqni gjatë ditës, kur ne t'i postojmë në kanalin tonë në YouTube, kemi specat në furrë, në shtratin e salcës, po piqet, bushra me gjizë dhe me djathë, supa me perime dhe me pulë, në perimet vogla, të gjitha llojet e perimeve, perimet konservuara dhe sufleja. Të gjitha do t'jenë të postuara më vete në YouTube-in tonë, në kanalin zyrtar të Reze Dielli. Na ndiqni aty, na klikoni dhe sigurisht ju mirëpresim të komentoni. Ndërkohë, të lumshin duart. Faleminderit. Shemi nesër me të tjera gatime, i keqare dhe sot, plot ngjyra perime të sezonit, me aromë të mirë dhe me shije fantastike. Do të shihemi nesër me Albana në kuzhinë, ndërsa pas pak, pas fleshit informativ, vim me Bima dhe Shëndeti. Ju pres.